para bashkëshortes vet, gruaja duket mirë para bashkëshortit vet. Te muslimanja më me rëndësi është që ajo t'i duket mirë burrit saj dhe jo dikujt tjetër. Sa ma shumë që shtohet harami, sa ma shumë që shtohet lakuritësia, atëherë obligimi shtohet edhe ma shumë. Nëse një kohë musliman kanë dalë, po nuk kanë pa këtë që ne e shohim sot, atëherë është edhe ma e lehtë, se kur kthehet edhe pak me pa diçka mirë, është në rregull. Po ai që s'don fatkeqësisht sheh shumë çka, atëherë ai patjetër duhet kur kthehet të sheh më mirë se sa që ka pa jashtë. Dhe kjo vlen për gratë, vlen edhe për burra. Ibn Abbasi në atë kohë ka thonë unë i kushtoj rëndësi. Po sa fitnë ka pas në atë kohë? Çka ka pa rrugëve? Këtë gratë blogën. Ose kur kanë dalë gratë, çka kanë pa rrugëve? Në atë kohë, po në këtë kohë, si duhet mu duk burri, sot duhet mi kushtu rëndësi hala më shumë. Po gruaja edhe një herë më shumë, nga se fitnë e ka është edhe më e madhe.